Fabrika me prodhim të ndollur, punëtor të njoftuar të mos dalin në vend punës deri në një njoftim tjetër, të mbetur në hamendje dhe hall se çfarë ndodh në vendin e tyre të punës. Prodhues vendor të gjuajtur në pamëshirën e të ashtëquajturit treg të lirë të energjisë elektrike me çmime trepesh që i çon në dy drejtime, shkëputje të vendeve të punës ose falimentim. Një zërreje që bën sehir nga vendimi i saj që ka shkundur në themel vjushmërinë e prodhimtarisë vendore për të mbështetur nga qeveria në detyre Albin Kurtit me një dritë kategorikisht të gjelbërt, për më tepër duke u justifikuar edhe në standardet të BE-s për liberalizim të tregut, hiç më larg se dje vetë BE-ja u shpreh se liberalizimi i tregut të bëhet gradualisht dhe jo për fat e as fakt të kryer thjesht ashtu. Zërreje nuk ka as vendim për dalje në të ashtëquajturin treg të lirë të energjisë elektrike, por thjesht një njoftim publik para 3 muajsh dhe një lexim kontravers të ligjit për energjinë elektrike që kishte bërë më 2021. Ligji stipulon që për të dalë nga shërbimi universal në treg të lirë, një kompani duhet të përmbush 2 kushte, të ketë mbi 50 punonjës dhe mbi 10 milion euro qarkullim vjetor. Kështu e interpretonte edhe vetë zërreja, por jo edhe sot. Sot ka futur 1000 kompani më shumë që përmbushin thjesht njërën. Kjo evidentohet nga një vendim i tyre pas pyetjes së një kompanie në vitin 2021, e cila punësonte 120 punëtor, por kishte qarkullim në 10 milion euro. Ju i plotësoni kushtet, i përgjigjet zërreja kompanisë, për të qëndruar në shërbim universal. Ky konstatim, vendim i zërrejës, ishte dërguar nga Buçaj, antari bordit vendimarrës edhe sot. I njëjti ligj, 2 interpretime që pritet të çojnë mira padi në gjykata për ndryshim të interpretimit të ligjit. Qeqysh, zërreja ka analizuar dokumentet e juaja të dërguara nga OTK lidhur me qarkullimin vjetor dhe numrin e punonjësve dhe ju informon se bazuar në këto të dhëna dhe dispozitat ligjore të ligjit për energjinë, ju i plotësoni kriteret e furnizimit të shërbimit universal. Andaj ju mund të vazhdoni të furnizoheni përmes furnizuesit të shërbimit universal me çmime të rregulluara. Përgjigjet zërreja. Zërreja i qëndronte interpretimit logjik të ligjit, që të drejtën e shërbimit universal e kanë të gjitha kompanitë që kanë ose nën 50 punëtor ose nën 10 milion qarkullim, që do të thotë se për të qëndruar në shërbim universal kërkohet ligjërisht përmbushja e njërit kusht. Sipas ligjit të lexuar edhe siç e lexonte zërreja, s'do të ishin më shumë se 300 kompani që plotësojnë të dyja kriteret për të dalë në treg të lirë, ndërsa ata kanë futur brenda këtij interpretimi 1300 kompani. Këto 1300 kompani punësojnë 137.000 persona në sektorin privat dhe përbëjnë rreth 50% të gjithë të punësuarve në sektorin privat. Për më tepër, janë këto kompani që gjenerojnë gati se gjysmën e buxhetit të shtetit, përmes tatimeve dhe doganës dhe TVSH-s marrë së bashku. Bizneset prodhuese kanë kërkuar shtyrjen për 1 vit të këtij vendimi të zërrejës për të ashtëquajturin treg të lirë që veç i lirë nuk është, por rezulton të jetë monopol i pastur me vetëm një ofertues, Keskon, me çmime deri në 3 fish nga që kanë pasur deri sot, deri në 265 euro megawatt orën, po ua ofron Keskoja duke tejkaluar edhe çmimet e energjisë elektrike të vendeve më të zhvilluara ekonomikisht, siç janë Franca e Holanda. Edhe BE-ja, ku thirrët zërreja, ka kërkuar që liberalizimi i tregut të energjisë elektrike të bëhet gradualisht dhe jo thjesht ashtu. Prodhuesit vendor janë në alarm. 70 punëtor janë njoftuar të mos dalin në punë në një fabrikë tekstile në Ferizaj, deri në një njoftim tjetër. Nacionali ka biseduar me kompaninë në fjalë, por se nuk kanë dashur ende të bëhet publike emri i tyre, pas janë në pritje edhe në 10 deri në 16 ditë duke i shqyrtuar ligjërisht disa çështje. Por nga 140 punëtor sa punësojnë, na thanë se do të detyrohen të mbyllin të gjithë reportin e prodhimit. Deri në 90 punëtor, si pasojë e çmimeve të energjisë elektrike në të ashtëquajturin treg të lirë, ku çmimet e energjisë po ofertohen deri në 3 fish.
Tash kur çmimet e prodhimit shkojnë shumë lart, na duhet të mbyllim këtë repart, pra prodhimin. Na thanë nga kompania që ka njoftuar 70 punëtorë të mos dalin në punë, me të cilin ka biseduar Nacionale. Nacionale i ka pyetur në tërësi sa persona punsoni dhe sa nga vendet e punës mund t'i shkëputni. Kompania na ka thënë 140 punëtorë. Mendoj se 80 deri në 90 vendet të punës duhet t'i shkëpusim, por duhet t'i bëjmë për llogaritjet me këtë edhe po merremi. Nacionale ka pyetur sërish, pra më shumë se gjysma e fuqisë punëtore. Kompania është përgjigjur, po më shumë se gjysmën. Me që kupton Nacionale, vetë pronari i kësaj fabrike i kishte thënë drejt për drejt deputetit që ushtron edhe postin e kryeministrit në detyrë Albin Kurtit në një takim të mbajtur kohëve të fundit me biznese, se kështu edhe do të ndodhë nëse me 1 qershor nis zbatimi i këtij vendimi. Për më tepër, i njëjti i ka thënë Kurtit se planifikonte të zgjeronte ndërmarrësinë e vet deri në 2000 punëtorë, por asgjë. Nacionale kupton, po ashtu se fabrika të tjera vetë se kanë ndalur punën e maqinerive prodhuese dhe janë buzëmarrjes së vendimit për mbyllje ose reduktim të stafit të punës.